A mundet njeri mu verbu përmes laserit? A ekziston kjo mundësi? Verbimi është kur humbja e shikimit është 100% në të dy sytë. Edhe me sa di unë që në hulumtimet literaturë dhe punime shkencore që i përcjellëm ne, që janë publikuar në revista me renome, më duket që nuk ka ende ndonjë rast që është verbu 100% prej metodave laserike. Kështu që verbimi nuk e di që ka ndodhur ndonjëherë në aspektin bukfal kur mendojmë verbimi çka është. Që është humbja 100% në shikimit. Tash mundet me pas laseri efekte anësore. Mirë, po janë efekte anësore të cilat menaxhohen. Domethënë që s'ka shans faktikisht sa pa kuptoj edhe unë, mendova ajo. Rreziku është shumë i ulët. Statistikisht rreziku është shumë i ulët që për shembull në mjeksi nuk çon peshë klinike. Nuk diskutohet faktikisht. Jo, asnjëherë nuk